Një sistem teknologjik përmes kamerave inteligjente pritet që të zbatohet në të gjithë vendin. Ata do të mbikëqyrin çdo rrugë, institucion apo vend publik për të garantuar rendin dhe sigurinë. Projekti Smart City shënoi hapin e parë me firmosjen e kontratës me Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryeministri Edi Rama tha se Smart City do t'i japë mundësi policisë që të monitorojë në kohë reale të gjithë territorin me qëllim parandalimin e krimeve. Ky është një projekt që në sekondën kur fillon dhe vihet në jetë, rrit në mënyrë eksponenciale kapacitetin policor në kohë reale. Ky është një projekt që i jep policisë shtetit një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin. Një tjetër shembull që kreu i qeverisë solli në vëmendje është siguria në shkolla, që sërish do t'i besohet këtij projekti. Siguria në shkolla ndryshon rrësisht. Qysh se ky sistem ka hyrë në shkolla, jo vetëm që kanë rënë në mënyrë drastike krimet e çfarëdo natyre, i gjithë sistemi është një sistem që funksionon për mësuesin, funksionon për prindin, funksionon dhe për shkollën dhe padyshim për Ministrinë e Arsimit. Ministri e Brendshme Albana Koçiu shtoi se 20 qytetet më të mëdha të vendit do të jenë të parat që do të përfitojnë nga ky sistem. Do të vendosim mbi 5.000 kamera inteligjente në 20 qytete të Shqipërisë, nga Tirana në Sarandë, nga Gjirokastra në Shkodër. Janë gjithashtu rreth 3.000 kamera të trupit që do të instalohen në uniformat e efektive të policisë shtetit. E kjo do të thotë më shumë transparencë, por gjithashtu, ajo që është edhe më e rëndësishme, një shërbim i denj, i kulturuar dhe në përputhje me respektin për qytetarët. Si pasaj implementimi këtij projekti do të reduktojë ndjeshëm situatën kriminale. Të kemi 30% më shumë rritje të zbulueshmërisë për ngjarjet kriminale, deri në 45% reduktim të fataliteteve të aksidenteve rrugore, 30% më pak kohë të shpenzuar në trafik, 25% më pak kosto për menaxhimin e trafikut, 30% më pak ngarkesë administrative për policinë e shtetit. Smart City është një projekt i kërkuar nga Ministria e Brendshme para 2 vitesh, duke ju referuar programit që disponojnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Me nisjen e kësaj platforme, Shqipëria bëhet e para në rajon për monitorimin e rrugëve në kohë reale përmes pajisjeve teknologjike.